Ne kemi përgatit një reagim publik, kështu që unë po vazhdojmë njëherë me lexu për ju. Grupi për studime juridike dhe politike është duke ndjekur në vazhdimsi zhvillimet politike nga data 9 shkurt 2025, dita e zgjedhjeve, certifikimi i rezultateve, dorëheqjet e zyrtarëve të kabinetit qeveritar të zgjedhur deputet dhe miratimit të raportit për verifikimin e mandateve nga Kuvendi i Kosovës të datës 19 prill 2025. Duke u rezervuar mbi kushtetutshmërinë e dispozitave të ligjit për qeverinë e Republikës së Kosovës, që rregullojnë situatat, kompetencat e kufizimet kur qeveria konsiderohet në detyrë apo në largim, bazuar në këtë ligj që është aktualisht në fuqi, janë analizuar vendimet e ekzekutivit në largim, që janë marrë në 10 mbledhjet e mbajtura nga dita e zgjedhjeve deri më tani. Me shpërbërjen e Kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme në vendin tonë, më datë 9 shkurt 2025, Qeveria Kurti 2 ka kaluar si qeverinë në largim konform Nivel 28, paragrafit 1.4 të ligjit për qeverinë, kurse kufizimet për detyrat dhe përgjegjësitë e saj deri në zgjedhjen e qeverisë së re nga Kuvendi janë përcaktuar në Nivel 31 të ligjit për qeverinë. Nga data 9 shkurt 2025, dita e zgjedhjeve, e deri më 27 mars 2025, dita e certifikimit të rezultateve nga KQZ, qeveria në largim ka mbajtur 7 mbledhje dhe ka marrë 76 vendime gjithsej. Marrë parasysh kufizimet që i njeh ligji në situatat kur kemi të bëjmë me qeverinë në largim, GLPS vlerëson se 13 nga këto vendime janë të kundërligjshme për shkak se janë marrë duke i tejkaluar kufizimet në kuadër të Nivelit 31 të ligjit për qeverinë. Kurse vendimet e tjera janë në kuadër të punëve të përditshme dhe për shkak të vijshmërisë normale të veprimtarisë ekzekutive. Në lidhje me natyrën e këtyre vendimeve, unë ja kaloj fjalën kolegës sime Elonas. Atëherë, vendimet e kundërligjshme i përkasin natyrës së inicimit të procedurave të reja për emërimin në pozita publike, për emërimet e të cilave zakonisht qeveria është kompetente në bazë të ligjeve, përfshirë për duke mos u kufizuar në themelimin e komisioneve ad hoc për këto pozita. Kryeinspektor shëndetësor, drejtor i përgjithshëm në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës, drejtor i përgjithshëm i Institutit të Kosovës për Administratë Publike, drejtor ekzekutiv i Agjencisë së Regjistrimit Civil, drejtor i përgjithshëm i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, drejtor i përgjithshëm i Agjencisë për Shoqërinë e Informacionit, drejtor ekzekutiv i Agjencisë për Siguri Kibernetike dhe drejtor ekzekutiv i Agjencisë së Kosovës për Forenzik. Po ashtu, GLPS si të kundërligjshme i konsideron edhe të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me miratimin e koncept dokumenteve dhe strategjive të tilla si dokumenti strategjik dhe plani i veprimit për ndërhyrjen në fëmijërinë e hershme, koncept dokumenti për shëndetin e bimëve dhe koncept dokumenti për bujqësi organike. Ndërsa, duke qenë se nga data 27 mars 2025, kur në kundërshtim me kushtetutën, KQZ-ja ka certifikuar zyrtar në post ekzekutiv si deputet të legjislaturës së 9, të njëjtit duke shfrytzuar mandatin e tyre kundër kushtetues si zyrtar me post ekzekutiv dhe njëkohësisht si deputet, kanë marrë pjesë dhe kanë votuar në 3 mbledhje të radhës së ekzekutivit. Në këto takime janë marrë gjithsej 17 vendime nga një kabinet jo qeveritar i cili në përbërjen e tij ka pasur kryeministra dhe ministra që në kundërshtim me Nivelin 72 të kushtetutës kanë prezantuar dhe kanë qenë pjesë e vendimarrjes. Rrjedhimisht kjo kupton që secili nga këto vendime është i kundërligjshëm sepse është marrë nga një përbërje e ekzekutivit në kundërshtim me aktin më të lartë juridik të vendit tonë. Në këtë situatë, me përbërjen e këtij kabineti qeveritar, GLPS rekomandon që të mos merren më vendime të cilat bien ndesh me ligjin dhe kushtetutën e Kosovës. Bazuar në kufizimet e qeverisë në largim, rekomandojmë që secili vendim i radhës të merret nga një përbërje tjetër e ekzekutivit më legjitime. Secili vendim që ndërmerret si i kundërligjshëm, nuk kuptohet që është keq përdorimi i detyrës dhe autoritetit zyrtar. Kjo si vepër penale mund të ndikët sipas rrugëve ligjore edhe në aspektin e gjyqësorit në këtë rast. A keni me procedurë të tjera në këtë drejtim? Nuk kemi haluar diçka konkrete në lidhje me këtë.